Këshillit Ministrave në luftën kundër kriminalitetit. Janë pjesë e punës së përditshme të prokurorëve të prokurorisë së posaçme, besoj edhe të prokurorëve të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe ne si institucion përpiqemi që këto rekomandime të gjejnë zbatim në punën e institucionit, madje në raportimet vjetore që ne bëjmë, japim edhe një përshkrim se si është reflektuar përmbushja e këtyre rekomandimeve të Këshillit të Ministrave. Megjithatë, pasi jemi njohur me rekomandimet, nuk mund të rri pa thënë disa element, disa gjetje tonat. Për shembull, do të them se rekomandimet nuk shoqërohen me të dhëna statistikore, analizë krahasuese apo tregues konkret që justifikon nevojën për ndërhyrje. Kjo mungesë e bazës empirike dhe metodologjisë së qartë i bën rekomandimet të duken subjektive dhe vështirë të matshme, sidomos për institucion si SPAK që funksionon mbi bazën e efikasitetit, rezultateve dhe besueshmërisë publike. Gjithashtu, rekomandimet në një pjesë të tyre përdorin terma të përgjithshme si jetime proaktive, përdorimi efektiv i dënave, forcimi i qasjes strategjike, por nuk ofrojnë asnjë përkufizim operacional apo kuptim të qartë për to. Kjo krijon pasiguri dhe për zbatimin praktik dhe mund të çojë në interpretim të ndryshëm nga institucionet zbatuese. Për një strukturë si SPAK që vepron mbi bazën e akteve konkrete dhe juridike, terminologjia e paqartë është një pengesë për implementim. Një rekomandim tjetër që shikohet, megjithëse në vlerësimin e institucionit tonë kjo nuk ka të bëjë me prioritetet në luftën kundër kriminalitetit, por është ajo që ju e thoni në rekomandimet tuaja, nevojë për respektim të mekanizmave ekzistues të kontrollit. Rekomandohet forcim mekanizmash të brendshëm të kontrollit. SPAK tashmë është subjekt i mbikëqyrjes nga KLP, ILD dhe vetë strukturat e tij. Krijimi i strukturave të reja, vlerësimi dhe integriteti pa analizë të mekanizmave ekzistuese rrezikon të sjellë mbi ngarkesë burokratike. Disa rekomandime janë shumë përgjithshme dhe nuk përcaktojnë objektiva të matshëm, institucione përgjegjëse apo burime konkrete duke rrezikuar të mbeten deklarative dhe jo të zbatueshme. I thash këto për t'i bërë paraprit, pasi siç thash edhe në hyrje të fjalës time, në fillim të çdo viti, raportojmë edhe për mbushjen e rekomandimeve të Këshillit të Ministrave në luftën kundër kriminalitetit. Kështu që patjetër në tërësinë e tyre rekomandimet janë të gjitha të mirëpritura dhe shprehim angazhimin maksimal si institucion që këto rekomandime të jenë në prioritetin e punës së institucionit, por nga ana tjetër disa prej tyre në mënyrën si janë formuluar apo si janë konceptuar nga pikpamja praktike paraqesin vështirësi për tu zbatuar. Dhe që tani unë konstatoj vështirësi se si do raportoj për përmbushjen e këtyre rekomandimeve. Faleminderit.